përfaqësues të mediave, faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë për media, të ftuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Jam sot këtu para jush për të shprehur shqetësimet e Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me dyshimet për cenimin e procesit zgjedhor në komunën e Mitrovicës. Procesi zgjedhor në komunën e Mitrovicës është shoqëruar në presion të madh, me ndërhyrje në proces dhe me përdorim të institucioneve të shtetit dhe ndikim të votuesve. Kjo është drejt edhe në ditën e votimit, kur i gjithë kabineti qeveritar ka qëndruar në komunën e Mitrovicës. Gjatë ditës së djeshme, komisionerët tonë, gjatë procesit të numërimit, kanë vërejtur parregullsi të rënda. Këtë votimet me një numër sërish caktuar, që i takonin një klase, janë gjetur në klasën tjetër, madje edhe në qendra tjera të votimit. Pra, ka pasur bartjet të një flet votimi nga një klasë në klasën tjetër dhe nga një shkollë në shkollën tjetër. Në të marrë këtë informacion, komisionerët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë alarmuar me njëherë organet e rendit dhe të drejtësisë, ndërkaq dy përfaqësuesit tonë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë dalë në vendin e ngjarjes. Si pasojë dhe si tashmë e dini, procesi i numërimit në komunën e Mitrovicës është ndërprerë. Bartja e fletvotimeve nga një vend në vendin tjetër, nga një klasë në klasën tjetër, nga një shkollë në shkollën tjetër, nuk ka guxuar të ndodhë, sepse kjo bie ndesh qartazi me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të njohura tashmë. Kodi që ndodhet në fletvotime shërben si element identifikues i vendvotimit dhe fletvotimit, si dhe si mekanizëm sigurie për të parandaluar bartjen e fletvotimeve nga një klasë në klasën tjetër ose nga një shkollë në shkollën tjetër. Ky kod është një element themelor i integritetit zgjedhor që mbron vullnetin e lirë të qytetarëve nga çdo tentim manipulimi ose keqpërdorimi. Prandaj çështja e kodit që ndodhet në fletvotime nuk është thjesht dhe vetëm një çështje teknike, por një çështje thelbësore, ligjore dhe përmbajtësore e cila ndikon drejt për drejt në sigurinë e votës dhe në legitimitetin e gjithë procesit zgjedhor. Rastet konkrete të konstatuara me këtë paragjysi janë si në vijim. Në shkollën Abdullah Shabani janë gjetur 3 fletvotime që i takonin një klase tjetër. Në shkollën Ismail Qemali është gjetur një fletvotim që i përkiste qendrës së votimit në Universitetin Sa Valentini. Në një klasë tjetër në shkollën Abdullah Shabani është gjetur një fletvotim që i përkiste qendrës së votimit në shkollën Migjeni. Ndërkaq në shkollën Migjeni është gjetur një fletvotim që i përkiste një klasë tjetër dhe ishte vendosur në një klasë tjetër. Pra, në askuti se janë numëruar deri tani në Mitrovicë, është vërejtur se ka fletvotime të shumta që janë bartur nga një klasë në klasën tjetër dhe nga një shkollë në shkollën tjetër. Gjitha këto dyshime shtohen kur ne shohim që Mitrovica është vetmja komunë në Kosovë ku dalja në votime, pra pjesëmarrja e qytetarëve është më e madhe sesa në balotarë sesa në raundin e parë. Ndërruar përfaqësues mediave, ju dini që në vitin 2011 Mitrovica ka shkuar në rivotim për shkak të dështimit të baterive, si rrjedhoj e dështimit të KQZ-s për të garantuar procesin e rregullt. Këtë herë dështimi i KQZ-s është edhe më i madh, më serioz dhe absolutisht ndikues në procesin zgjedhor dhe në rezultatin e këtij procesi. Të gjitha këto janë shkelje të qarta të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës dhe rregullave të KQZ-s dhe ngrenë dyshime të bazuara për lëndim të procesit zgjedhor dhe për aktivizim të ashtu quajtur treni bullgar, që është një mekanizëm që mundson manipulimin dhe blerjen e votës. Siç e dini, për ta vënë në funksion atë mekanizëm mjafton një fletvotim i vetëm i deleguar.
në këtë rast ka disa fletë votime që janë gjendur në vendin që nuk do duhet të ishin. Partia Demokratike e Kosovës, përveç denoncimeve të bëra dhe dorëzimit të fakteve pranë organeve të rendit dhe drejtësisë, sot do të dorëzoj kërkesë në ankesë, do të dorëzoj ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, të cilit do t'ja bashkangjes të gjitha provat relevante nga ky manipulim, deklaratat e komisionerëve të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe me këtë rast kërkojmë që pashtu kamerat që ndodhen në klasa të administrohen si prova edhe pranë prokurorisë së shtetit. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se integriteti i procesit zgjedhor në Mitrovicë është cënuar rënd. Janë shkelur ligji për zgjedhjet në Republikën e Kosovës dhe standardet e njohura të Komisionit të Venecas për një proces të drejtë dhe të lirë. Në këto kushte, nderuar gazetar, më lejoni të paraqes kërkesat e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kërkojmë që Mitrovica të shkojë menjëherë në rivotim, sepse janë disa qendra të mëdha në të cilat janë vërejtur pa rregullsi. Kërkesa jonë për rivotim në Mitrovicë do paraqitet edhe si ankesë pranë panelit zgjedhor për ankesa dhe para shtresa ndonjëherë pas kësaj konference. Sepse vetëm një proces i drejtë dhe i pastër mund të garantojë legitimitetin e rezultatit zgjedhor dhe besimin e qytetarëve të Kosovës në këtë proces dhe në demokracinë në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës siguron qytetarët e Kosovës se do të ndjek çdo rrugë ligjore dhe institucionale për të garantuar që e vërteta e plot të dalë në dritë dhe çdo aktor që ka marrë pjesë në këtë manipulim dhe prishje procesit të japë përgjegjësi para organeve të shtetit të Kosovës. Vota është e shenjtë, demokracia jonë është i shtrenjtë dhe PDK do ta mbrojë deri në fund vullnetin e qytetarëve të Mitrovicës dhe integritetin e procesit zgjedhor në Republikën e Kosovës. Ju e dini që Kosova ka qenë model për organizimin e zgjedhjeve për shumë vite në radhë dhe nuk ka pasur asnjë paradoksim. Prandaj ne nuk do të lejojmë që të udhët asnjë mbi një proces që tashmë ka krijuar traditë për rregullsinë e tij. Faleminderit shumë. Zoti Kuda, si e keni parasysh se ka mundësi që të ketë probleme teknike, pra të votimet kanë dalë me gabime teknike? Faleminderit për pyetjen, edhe nëse pranojmë faktin që është një gabim teknik, kjo nuk e shbën faktin që Mitrovica duhet shkojë në rivotim. Një gabim teknik i cili ka ndikim përmbajtësor në rezultatin e procesit zgjedhor nuk mund të lihet vetëm si i tillë përposamuar. Sanimi këtu mund të ndodhë vetëm me rivotim. Në praktikën e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe në jurisprudencën e Gjykatës Supreme të Kosovës, gjithherë është thonë që edhe kur është gabim teknik, në saj ka peshë për rezultatin zgjedhor, ajo duhet të sanohet. Në këtë rast, sanimi vetëm që mund të ndodhë është përsëritja e zgjedhjeve në Mitrovicë, pra rivotimi dhe dhënien e shanses qytetarëve të Kosovës që të votojnë të lirë, të votojnë në mënyrë me ndërgjegjjen e tyre dhe të sigurohen që numërimi i votave është i drejtë. Sot qytetarët e Mitrovicës nuk besojnë dhe kanë çdo drejt të dyshojnë që vota e tyre edhe për një kandidat të caktuar nuk ka shkuar aty ku ata kanë dashur. Kështu që asnjë justifikim mbi gabim teknik nuk mund të shërbejë si arsye që Mitrovica të mos shkojë në rivotim, sepse kjo është një çështje që ka ndikim thelbësor në rezultatin e zgjedhjeve. Sigura ka dënuar nga partia juaj, ka kërkuar nga PDK-ja që në liru pritje tyres dy përfaqësuesit aktual të PDK-s në KQZ. Cila është përgjigjja e PDK-s në lidhje me këtë kërkesë të tij, edhe pse është deklaruar nga ai që ata nuk kanë punuar në interesin e partisë. Pashë kam edhe një pyetje në lidhje me nivelin qendror, a ju kanë kontaktuar vendosja të kontrat e partisë së juaj çuhet dhe deputetët në lidhje për votat për qeverin? Do të përgjigjem pyetjen e parë. Ajo që ka dua të them është kjo: dy përfaqësuesit tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në të marrë informacionin nga komisionerët tanë në Mitrovicë, kanë shkuar atje, janë angazhuar me mua, me gjithë ekipin ligjor dhe të tjerë, me kryetarin Krasniqi dhe të tjerë, për të punuar që e vërteta të zbardhur. Mendoj që ata kanë kryer detyrën e tyre ashtu siç kërkon ligji
për një rast tjetër mund përgjigjet kryetari i partisë, është konferenca tematike në mirë kuptim. Zoti Gruda, në këto momente erdhi një reagim nga KQZ-ja që ka përsjellur reagimin e kompanisë kontraktuese për flet votime dhe i njëjtë thotë se merr përgjegjësinë për atë gabim teknik dhe e ka sqaruar gabimin teknik për mos ta zgjatur reagimin e tyre. A i besoni kësaj kompanisë dhe a vazhdoni të besoni se çështja është më e thellë se sa një gabim teknik? Faleminderit të sqaroj edhe një herë. Nuk është çështja nëse besojmë ne ose jo që ka qenë gabim teknik. Unë thash edhe me supozimin që ky është një gabim teknik që e dëmton procesin dhe procesi duhet të shkojë në rivotim. Nuk mund të thonë ka ndodhur një gabim teknik dhe nuk do ta sanojmë atë. Kjo është nëse do të marrë krahasim sikur me shtyp vetë votime dhe me harru me shkruaj Partia Demokratike e Kosovës. Sepse ky gabim teknik ka ndikim thelbësor në rezultatin e zgjedhjeve. Askush nuk mund të thirret në faktin që ka një gabim teknik dhe do ta lëmë që edhe procesi të komprometohet edhe votat të mos jenë ato që kanë vendosur qytetarët e Kosovës. Nëse KQZ-ja, OZAP-ja, çdo organ i shtetit vendos të i besoj kompanisë që ka qenë gabim teknik, ka vetëm një rrugë të ketë rivotim dhe të shtyp kompania për votimet e reja. Vetëm kështu mund të restaurohet ky proces. Asnjë shtypikim tjetër nuk e përmirëson shkeljen që kanë ndodhur. Zoti Gruda, me mirë dallopeni për radio të 500. A mendoni që në rivotim, në qenë se po kërkoni për Mitrovicën e Jugut, a do ta bëni një kërkesë të tillë edhe për Gjakovën, në qenë se në bazë të njoftimit të KQZ-s problemi i njëjtë me numëraseri ka qenë edhe në qytetin ose në komunën e Gjakovës dhe tek rasti i Mitrovicës. Përveç këtyre gabimeve në numrin seri të flet votimeve, a ka pasur edhe parregullsi të tjera, pasi është raportuar se ka pasur edhe në disa flet votime mungesë të vulës ose vulë të dytishme. Për rastin e Gjakovës ne nuk kemi parë procedurë, ne nuk kemi ngarë balotazh, kështu që kjo çështje i takon të adresojnë subjektet politike që janë pjesë e garës, nëse kanë dyshime të tilla. Për sa i përket ka pasur të tjera, ne kemi raportime nga komisionerët që po ashtu janë gjetur flet votime të pavulosura, por ato do t'i vërtetojmë procedurë dhe sot gjatë ditës do t'i paraqesim ankesën tonë pranë OZAP-s. Qenë mundshme që këtu dyshime me u po ma herët, për shembull gjatë numërimit në përqendër votimit, kur është numërimi preliminar, të pas parasysh që mandej kemi pas edhe planimin e rezultatit nga aktorët e PDK-s Mitrovic, urimin e kundërkandidatit e të tjera. Apo vetëm kuleral në qendrën komunale të numërimit është vërtet. Shikoni për sa i takon urimit që i ka bërë kryetari Hamza dhe kandidati për kryetar Arian Tahiri, ajo është një standard demokratik që në PDK është i pakontestueshëm. Ne urojmë dhe pranojmë rezultatin e zgjedhjeve kur ai është i drejtë. Ky urim është bërë në këtë kontekst, duke besuar që procesi është i drejtë. Në momentin që kemi marrë ne fakte të dukshme për manipulim, urimi nuk e zaventson provën. Të prova. Dhe këto prova do të përdoren pranë organeve të KQZ-s, këtë rast OZAP-s dhe pranë prokurorisë, të cilën ne dje i kemi kërkuar që dalin vendin e gjallës. Pra hetimi është nisur nga denoncimi i lajmi që kemi marrë nga komisionerët dhe denoncimi i degës Partisë Demokratike të Kosovës në Mitrovicë. Pyetje tjera? Në rast se PZAP-ja nuk jep drejta, ne vazhdojmë atë punë që ne kemi. Absolutisht, PDK-ja do të shkojë deri në fund të kësaj betejë ligjore, edhe unë këtu jam për siguru çdo votues në Mitrovicë, çdo antar PDK-s kudo në Kosovë që është shqetësuar me drejtë, se PDK-ja ka forcën e nevojshme dhe ka fakte në dorë për me qu këtë proces deri në fund dhe vërteta me zgjuar. Askush nuk mundet me cënu procesin zgjedhor në Kosovë, pa u vërtetuar ne do të ndjekim çdo instancë përfshi gjykatën supreme dhe çdo mekanizëm tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit.